Qerri madh në Big Brother VIP Kosova. Fjolla dhe Edit përfundojnë me sharje, Gjeneta Fetahu shpërthen në studio. Kush është Fjolla me Jashanënën Edit? Debati i ashpër mes Fjollës dhe Edit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ka ndezur mbrëmjen e sot me rrjetet sociale dhe ka sjellë tension të madh në studio gjatë emisionit Big Talk në Klan Kosova. Përplasja, e cila filloi si një mosmarrveshje e zakonshme strategjike, degeneroi shpejt në fyerje personale dhe sharje të rënda, duke tronditur jo vetëm banorët, por edhe audiencën që ndiqte çdo lëvizje të tyre. Gjatë debatit në studio, Gjeneta Fetahu nuk e kurseu asnjëherë reagimin e saj të ashpër ndaj Fjollës, duke akuzuar atë për sjellje të papranueshme dhe mungesë të respektit ndaj Edit dhe familjes së saj. Kush është Fjolla me Jashanënën Edit? A është njerëzillëk me sha, shpërtheu Gjeneta, duke e bërë situatën edhe më dramatike për spektatorët e pranishëm dhe për publikun që ndiqte emisionin nga shtëpia. Fetahu theksoi se përfshirja e familjes së Edit në sharje dhe ofendimet e Fjollës është e papranueshme dhe te i kalon çdo kufi moral dhe etik. Debatet janë pjesë e lojës, por kjo nuk justifikon kurrë fyerje dhe sulmet personale, shtoi ajo, duke nënvizuar rëndësinë e respektit dhe dinjitetit njerëzor, edhe brenda një formati reality kaq të ndjekur. Ndërsa tensioni në studio rritej, moderatorët dhe panelistët analizuan pasojat e një gjuhë të tillë, duke diskutuar mbi ndikimin që ka kjo sjellje tek audienca e gjerë, përfshirë të rinj dhe adoleshentët që ndjekin Big Brother VIP me një vëmendje të madhe. Shumë prej tyre mund të interpretojnë sharjet dhe konfliktet e ashpra si modele të pranueshme sjelljeje, gjë që për ekspertët është shqetësuese. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Ndjekësit janë ndarë në dy kampe. Një pjesë e madhe ka kritikuar ashpër Fjollën për sjelljen e saj, duke e cilësuar të papërgjegjshme dhe pa respekt, ndërsa të tjerë kanë kërkuar qetësi dhe durim nga të gjithë banorët, duke theksuar se tensioni i tepërt mund të dëmtojë atmosferën dhe lojën brenda shtëpisë. Përveç kësaj, disa komentues kanë bërë thirrje për ndërhyrje të produksionit, duke kërkuar masa disiplinore ndaj banorëve që përdorin gjuhë të dhunshme ose fyerje personale. Sipas analizës së panelistëve në Big Talk, ky konflikt është një reflektim i qartë i mënyrës se si presioni i lojës dhe rivaliteti për vëmendje mund të çojnë në përplasje ekstreme. Ata nënvizuan se banorët duhet të mësojnë të menaxhojnë emocionet e tyre dhe të ruajnë respektin, pasi çdo veprim i tyre jo vetëm që ndikon tek bashkëbanorët, por edhe tek miliona ndjekës që shohin çdo moment të jetës së tyre në ekran. Gjeneta Fetahu u shpreh se kjo situatë duhet të shërbejë si një paralajmërim për të gjithë banorët e Big Brother VIP Kosova. Fama dhe vëmendja nuk duhet të vinë kurrë në kurrizë të dinjitetit tuaj dhe të respektit për të tjerët, tha ajo, duke shtuar se sulmet ndaj familjarëve janë të papranueshme dhe nuk mund të justifikohen as nga strategjia e lojës, as nga nervozizmi momental. Ky episod ka ndezur një debat më të gjerë në publik, duke reflektuar mbi ndikimin e reality show-ve në shoqëri dhe normat morale që ata përcjellin. A është e drejtë që një spektakël i tillë të normalizojë sharjet dhe ofendimet personale? A duhet të ketë kufi më të qartë për banorët që ndjekin një lojë që kombinohet me emocionet, intrigat dhe rivalitetet? Pyetjet mbeten, ndërsa audienca vazhdon të komentojë dhe të ndjek me ankth zhvillimet e radhës brenda shtëpisë. Në përfundim, episodi i sotëm i Big Brother VIP Kosova nuk është vetëm një debat i zakonshëm brenda lojës. Ai ka ngjallur një diskutim të gjerë publik, ka nxitur reagime emocionale dhe ka treguar për herë të parë se çfarë ndodh kur strategjia dhe presioni i lojës përzihen me emocione dhe sharjet personale. Publiku mbetet i ndarë, ndonse një gjë është e sigurt. Fjolla dhe Edit kanë krijuar një nga momentet më të tensionuara dhe më të komentuar në historinë e Big Brother VIP Kosova, ndërsa Gjeneta Fetahu ka vendosur një paralajmërim të qartë për të gjithë banorët dhe për audiencën. Respekti nuk duhet të mungojë kurrë, edhe kur kamerat janë gjithmonë duke ju vëzhgua. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.